tash tema kryesore është formimi sa më i shpejt i qeverisë por a mund të ketë një emër tjetër duke qenë se edhe vetë Kurti ka paralajmëruar se do të mbajë një takim me presidenten Vjosa Osmanit. Kur realisht edhe mund jo vetëm me Vjosa Osmanin, do të mbahen takime edhe me partitë tjera politike opozitare, pra do të ketë një komunikim serioz edhe me respekt me secilin. Urojmë që këtë situatë, këtë gjendje të krijuame pas këtyre zgjedhjeve, ta kuptojmë secili ashtu siç qytetari na ka vlerësuar, pra. Nuk qytetari nuk don bllokada. Pra bllokadat pikërisht për këtë po them, nëse do të jetë problematike çështja e zgjedhjes së Vjosa Osmanit, duke marrë parasysh edhe këtë deklaratë të vet Lutfi Azirit që tha se nuk do të ketë vot për Vjosa Osmanin, a do të ketë një opsion tjetër përveç Vjosa Osmanit? A ka gjasa që e njëjta edhe të mos propozohet? Nuk e di, nuk mund të paragjykoj. Thash diskutime do të ketë edhe takime edhe diskutime me secilin, në mënyrë që të arrihet një konsenzus që të kalojmë këtë temë pa pas nevojë me çu vendin në zgjedhje. Thash edhe një herë, edhe zoti Kurti ka thënë, teoretikisht ekziston mundësia. Sepse e dim se opozita edhe nuk mund të propozojë një emër, duke qenë se duhet një numër i caktuar i nënshkrimeve që ato duhet të sigurojnë për ta propozuar një emër. Dhe nëse marrim në tërësi votat apo mandatet që kanë në kuvend, i bie që të njëjtit nuk e plotësojnë atë numër. Që i bie se pastaj do të mbetet në dorën e Kurtit nëse do ta ndrojë emrin apo do të vendosë që Osmani të jetë kandidate për presidentin. Kjo është në dorën e lëvizjes vetëvendosje, sepse populli, qytetari ka thënë kështu. Pra, që i bie qytetari, është në dorën e qytetarit. Edhe prapë vim aty ku e nisim, se këte rezultat du të ta kuptojnë drejt edhe du të ta kuptojnë me shumë seriozitet të gjithë akterët politik të partive politike. Po shohim dhe përmendëm disa herë që mund të ketë kundërshtime për emrin e Vjosa Osmanit, megjithatë ka pasur zëra që në kandidaturë për president mund të jetë edhe dikush nga familja Jashari. Si keni parë realisht deklarata të tilla, pra aludime të tilla se mund të jetë dikush nga familja Jashari? Unë këto deklarime i kam pa vetëm nga studia televizive, nga njerëz që merren me opinione, që krijojnë opinione, që shfaqin opinione, nuk ka në një diskutim rreth kësaj teme, prapë po them se ne do të angazhohemi që ta bëjmë më të mirën e mundshme, që ta evitojmë, të evitojmë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Që i bie se në rast se nuk do të ketë 80 vota, nuk do të arrijë lëvizja vetëvendosje që t'i sigurojë 80 votat apo 80 deputet që do të qëndrojnë në sallë për Vjosa Osmanin, mund të ndodhë edhe që të ndryshohet kandidati. Kjo nuk do të varet nga lëvizja vetëvendosje. Pra, zgjedhja presidentit. Për lëvizja vetëvendosje do ta propozojnë? Por ne nuk i kemi 80 vota. Edhe në momentin që nuk i kemi 80 vota, duhet të siguroni. Duhet të bisedojmë, të diskutojmë me të tjerët, gjitha partitë politike opozitare, në mënyrë që ta sigurojmë minimumin e nevojshëm për të kalu këtë temë. Diskutimet, angazhimet tona do t'jenë sinqerta edhe nuk do të mungojnë. A do t'jenë diskutimet në një nivel tjetër apo si shkanë qenë? Për rezultate nuk mund garantojmë, për shkak se ne kishim dëshirë edhe vullnet, edhe në zgjedhjet e kaluara që ta formojmë qeverinë, institucionet, të ecim e të mos shkojmë në këto zgjedhjet e jashtëzakonshme që ndodhen, por nuk u varë prej nesh. Pra, gjithçka që varet prej nesh, ne do ta kryejmë me përgjegjësi të madhe dhe respekt të madh ndaj qytetarëve. Qartë, a do të jenë këto diskutime, këto oferta, pra çdo gjë që do të bëhet nga lëvizja vetëvendosje në një nivel tjetër nga ai që kanë qenë në 2025-ën, sepse e dim se lëvizja vetëvendosje ka qenë e prerë ka bërë oferta, mirë po për çështjet e tjera ka qenë e prerë. Dhe në këtë pika do të jetë ndoshta më hapur edhe ndaj kërkesave që do t'i ketë opozita në mënyrë që të evitohen zgjedhjet sërish në